shikues të Art TV Kanada, vazhdojmë rrugtimin tonë edhe këtë herë në një nga pikat më të frekuentuara të shijes në Toronto. Ndodhemi sot me menaxherin e restorantit The Blue Horse për të na treguar sekretet e një biznesi kaq sfidues siç është gastronomia në Kanada. Yeah, the Blue Horse, it's an Italian restaurant. We actually came with the concept of this based on our heritage. So we really like to integrate the Italian cuisine and bring the Italian cuisine into the Canadian culture. What makes the Blue Horse different from other restaurants? I think the key, the success under the Blue Horse, it's actually related to our culture and our hospitality. As you walk through the door, you can actually feel the Italian hospitality. We really try to keep fresh ingredients and bring those into the table of the Canadians here in Toronto. Why should people visit the Blue Horse? Well, I think it's very authentic, so people can actually come here and try Italian cuisine with few ingredients and make it very authentic and also very genuine and very good. We use fresh ingredients, local products, which make a really difference in how we prepare our plates. Do many Albanians visit this restaurant? Yeah, we're actually lucky to have a lot of Albanians coming here. Albanians and Italians share a lot of history and also a lot of similarities and culture. So we're very privileged and lucky to have the support of the Albanian community as well. Thank you so much. You're most welcome. Thank you. Dhe tani rrugtimi jon vazhdon me një tjetër biznes shqiptar, Novo Restaurant. Jemi sot me pronarin e restorantit Novo. Si fillim mirë se u gjetëm në këtë restorant kaq elegant. Mirë se keni ardhur. Ky nuk është thjesht një hap i ri, por një evolucion pas rrugtimit tuaj të suksesshëm të biznesit tuaj të parë, por si fillim çfarë përfaqëson emri Novo? Novo vjen nga fjala latinisht që do të thonë risi. Novo është një restorant italian contemporary, do të thonë që është një restorant modern italian. Është merr pak nga gjitha anët, dha nga restoranti klasik edhe siç mund ta shihni, dekorin është modern edhe pjatat janë pak më moderne, do të thonë është një mix i restorantit italian me modernën. Na tregoni pak më shumë për kuzhinën tuaj, çfarë ofroni? Kuzhina jonë mendi është kuzhinë italiane, por që jemi mundu me përzi pak me kuzhinat e tjera. Për këtë arsye vjen edhe emri Novo, siç thash dhe më përpara. Ne vim me një background nga Pizzeria Forstella në Oakville, që është një kuzhinë authentic Italian, por këtu jemi mundu ta miksojmë pak. Sa e ndjeni mbështetjen e komunitetit shqiptar në Toronto? A vin shpesh shqiptarë që ju frekuentojnë? Komuniteti shqiptar në Toronto nuk është një komunitet shumë i madh me krahasu me komunitete tjera, por prapë kemi mbështetje nga to, kemi organizuar disa evente për Shën Valentin, për Mother's Day. Me 2 gush kemi evente në radhës që quhet Brunch, Albanian Brunch Affair Party nga ora 1 deri në orën 6. Për gjithë shqiptarët që sapo kanë ardhur në Kanada, por kanë atë dëshirën për të hapur biznesin e tyre në fushën e shërbimit, çfarë këshille kishit për t'ju dhënë në hapat e tyre të para? Punoni fort dhe mos u mërzitni, fillimet janë vështira për çdo kënd në fillim, kështu që me punë shumë dhe me përkushtim çdo gjë vjen. Shumë faleminderit dhe ishte shumë kënaqësi. Mirupafshim. Kalofshi mirë. Tani ndodhemi në Bloor Street, në një nga zonat më të njohura të Torontos, në një nga zonat më të frekuentuara ku shqiptarët përshkëlqejnë me bizneset e tyre. Një ndër emrat më të spikatur, zoti Koldrega, i cili me vizion dhe përkushtim ka realizuar 4 biznese në rrugën Bloor Street, i cili është bërë një shembull për komunitetin shqiptar në Kanada.
Ky ishte rrugtimi jonë për sot me bizneset shqiptare në Toronto. Faleminderit që na ndoqët dhe shihemi në episodet e radhës.